Ja ku jemi në transmetimin tonë të drejt për drejt, Suela Bako ka mbritur në studio. Gjithë kënaqësia dhe nderi është i imi ti e di. Po ti nuk e di kënaqësinë time. Dhe po mendoja, fati madh për disa njerëz që kanë intervistuar disa njerëz në harkun e viteve vazhdimisht. Është një ritje e përbashkët padyshim, po për mua në rolin e publikut të ndjeshëm të filmit dhe të teatrit është një ngjarje shumë e veçantë dhe shumë e rrallë, kështu që është qejf i madh që ti je këtu. Kam një pyetje të parë për ty, e cila nuk ka lidhje me fotot. Ne përmendim sot, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në botë, përmendet Ana Manjani, që i kalon një kohë tjetër. Sofia Loreni prej këto të dyja. Tinka i kalon një kohë tjetër, ka të tjera, ju jeni aktorët e momentit sot. Po të krijohet një përshtypje pothuaj e dhimbshme, Suel, që edhe pse vendi ka avancuar, edhe pse kohët mund të ishin shumë të bukura, për njeriu në teatrit dhe të filmit, ka si një pengesë, unless apo që ti të kesh fituar një Oscar. Atëre ka gjithë njerëzit të ndaj teje. Si më thënë, duhet sikur ju të gjuani me top që të merrni vëmendjen që në fakt e meritoni. Apo është një perceptim i gabuar? Jo, është perceptim shumë i drejtë dhe imagjino të luash me top kur nuk e as fush, as top. Si quhen ata? Porta. Kështu që është shumë e vështirë. Ti më përmend Ana Manjanen, unë kishim një udhtim familjar diku në janar dhe ishim në Cinecittà. Shumë vonë, e di që shumë vonë, por unë tani nuk është kur vonë gjithsesi. Dhe me thënë të drejtën, pata një kështu një përmbushje totale, e cila kur dola jashtë në rrugë, sepse Cinecittà është në kraht të një rrugë të rëndomt periferie. Thash, okay, kaq ishte. E kemi në shtëpi tani. Për të filluar ose për të vazhduar një jetë me ca parametra të tjerë. Absolutisht të tjera. Shkojmë në ca foto që të tregojmë pak për ty. Natyrisht që shiko, unë për veten time, kur e shoh veten time, në atë kohë është i vetmi moment në jetë që unë e toleroj veten time. Pesa tjetër është ky është një moment shumë i bukur që nuk e di pse i kemi të gjithë shqiptarët njësoj. Të paktën prezantim po besoj edhe ju. Këndet ishin njësoj, lentet njësoj. Unë kam edhe një nudo këtu në këtë moment. Po tregova etike dhe prindit e dinin që ti do bëje aktore, do bëhesh aktore. Po pra, me siguri ka ditur mamaja në fakt, po ajo që më tërheq vëmendje shumë këtu është pushka. Çfarë bën një bebe vajzë? Rritet për të mbrojtur adheun. Unë, si qori pa vëmendshëm që janë, deri vonë mora që ishte flaut. Thash me veten time, pa sa mirë kanë vënë një flaut në dorë. Jo, karabina. Jo, se unë e njoh mirë pushkën aty. Kalashnikov. Dhe do ta them edhe pushkën. Tani po bëj një lidhje, në fakt që mua pushka më ka shoqëruar. Të beton. Pse? Familja ime jeton sot e kësaj dite në një zonë ku dikur ka qenë repart ushtarak. Dhe jo më larg se 50 metra përballë derës time ishte një ushtar që qëndronte gjithmonë roje. Po. Roje dhe gjithë rituali i ndrimit të rojeve çdo 2 orë, unë e kam pas parë dhe e kam kështu si si të skulpturuar në absolutisht të skulpturuar në kokë. Ata aty s'kishin shtëruar, te bënin zinxhira. Zinxhira me tel bakri quhej. Po mirë, po kishin gjithmonë një pushkë. Dhe unë prej tyre kam mësuar të mbaj pushkën, shumë e vogël. Dhe të bëj edhe nga ato varset e ushtarëve për të më shkohen me tela bakri. Dhe për ta çuar më tej këtë, kur kam bërë një audicion në një nga rolet më të rëndësishme mbase të deri tanishme në kinema me Steven Castricios, një regjisor greko-australian. Audicioni ka qenë për një grua e cila do të vriste dikon, grua që mbante pushkë. Dhe unë nuk e dija, e fitova audicionin, ka qenë rol kryesor, jam vlerësuar me një çmim për atë rol. Por në intervistën e backstage-it që regjizori ka bërë, është shprehur që e kam zgjedhur Suelën sepse ishte e vetmja që dinte të mbante pushkë. Ja, pra një jetesa pra repartë ushtarake ka dhe të mirat e saj. Nuk e dija që pushka do kishte këtë historik, po okay. Shkojmë një foto tjetër, Suel, me qëra fjalla nuk i ke shpëtuar klishes fotove në sheshin Skënderbej. Ja. Këtu duhet jem shumë afër një majit. Ti teknikisht duhet jesh në një maj. Mund të jem në një maj, por nuk duhet të them. Duhet jem në një maj. Ato sandalet janë të reja. Ai fustani me pala është i ri. Ka qenë në një ngjyrë bojqiell, e mbaj mend shumë mirë me tandell këtu.
Këtu duhet të qenë diku në fund të viteve të 80? Besoj që aty jam 10 vjeç, 9 vjeç, apo mbase më vogël, nuk jam shumë e sigurt. Shiko, unë nuk të kam pyetur ti ndonjëherë, këtë nuk e di. Prindërit e tu kishin një lidhje të caktuar në një afinitet me artin skenik? Jo. Domethënë ti ke bërë një kapërcim të guximshëm në një sens. Besoj që kam bërë një kapërcim, pasi unë pranova në shkollën e aktrimit, tezja e vogël, thoshte gjithmonë që unë kam qenë aktore dhe kam luajtur gjithmonë me teatrat e ndërmarrjeve atëherë dhe ka qenë gjithmonë në skenë dhe i ka pëlqyer shumë dhe sot e kësaj dite mbase është nga njerëzit që gëzohet më shumë kur më shef mua edhe lumturohet kur më shef mua në skenë. Duhet të ndaloj pak e fustani. Po. Mami me gjithë ato situatë të vështirë, çdo një maj më çepte një fustan të ri. Dhe ishte fustani që do të shoqëronte verën, ku ndonjëherë ishte kaq i kuruar me sandale të reja, ndonjëherë ishte me këpucë me qafa. Sepse nuk mbërinim deri në momentin e sandaleve të reja, po unë e kisha me shumë qejf dhe e kam shumë të rëndësishëm këtë fustanin. Ai fustani nuk është sot. Nuk ekziston. Është një tjetër, një maj tjetër, që e kam shumë të rëndësishëm dhe atë, po këtë nuk e kam ruajtur dot. Okej. Shkëm një foto tjetër. Kam një përshtypje që janë disa foto bardezi të kohës kaluar. Këtu mund të thuash ti që klasat në atë kohë dilnin të gjitha njësoj, ku kishte edhe si ky djali i dytë që shihnin vëngër lentën sikur i kishin ngrënë bukën, po kishte edhe ca vajza si aktore, kishte sa njerëz si gjithmonë arinin të qeshnin. Ku je ti këtu, se unë nuk të dalloj dot. Jemi në klasë të 4, edhe mbaj mend shumë mirë që është shumë afër 11 prillit. Eksaktësisht aty 11 prillit. Eksaktësisht të atij viti. Okej. Dhe unë dhe Ledja Babameto është në krahun tim, nuk po i përmend të gjithë shokët edhe. Jo, më thuaj që të kuptoj unë ku je vendosur ti. Unë jam, nuk më gjente dot më? Jeshte pamundur. Unë jam ajo me viza në krah të mësueses, me flokë të shkurtra. Në krah të mësueses. Në krah lart. Në krah lart, po. E kuptova. Pra, nëse do kisha qenë unë një prezantator britanik, do kishte thënë in some sense unremarkable. Si më thënë, jo në një gjë jashtëzakonshme. Më duket sikur vajza në të djathtë kishte më pretendime për qenë. Po, ka marrë VIP. shumë tepër dritë dhe ka qenë shumë e bukur. Në fakt është dhe sot kësaj dite e bukur. Ishte më popullore në atë çast ajo vajza jo? Jo, unë dhe ajo vajza kemi qenë nxënëset më të mira të klasës. Po, natyrisht. Po, një vajzë tjetër aty poshtë më ka zënë portretin që të isha do më që natyrisht. Kush ka qenë djali më problematik i klasës? Këtë poshtë është ai fëmia duket që nga fytyra në fakt. Okej. Cili nga? Ervin Premala, i vogli aty poshtë. I pari. Okej. Ka qenë një mistrec jashtëzakonshëm që në fakt ne kemi pasur një lidhje shumë të fortë, ka qenë shtëpia e tij shumë afër me shtëpinë e gjyshes time, edhe rinim shumë bashkë me të gjithë çunat. Unë përgjithësi kam ndjetur më shumë me çunat në gjithë jetën time. Dhe sot e kësaj dite mendoj që kam më shumë shokë se sa shoqja. Qënë ke e shpëtuar. Me siguri që po. Me siguri që po. Po, emocionet e 8 vjeçares, në fakt janë emocionet e një epoke tjetër. Janë vitet përpara 90-s. Domethënë përcjellin shumë ngjyra që sot i quajmë si të errta, por në fakt për sa i përkasin. Ose në atë kohë ishin përcaktuar realisht si të errta. Pikërisht, por në fakt i përkasin fëmijërisë time dhe unë nuk dua t'i shoh. Po, la vita e bella, si tha në kamp. Pikërisht. Ishte bëj jetë. Dhe s'është Violeta Kromida që është një personazh jashtëzakonshëm me mësuesja. Mbase nga mësueset më të rëndësishme të mijat. Si quhet? Violeta Kromida. Ishin të një niveli shumë të lartë, profesional dhe njerëzor, rol model në mënyrë të vërtetë. Një qytetari, një fisnikëri jashtëzakonshme, një përulje. Nuk e di, kam shumë mall për disa prej atyre mësueseve të asaj kohe. Shkëm një foto tjetër. Më vjen shumë mirë që i shohim bashkë këto foto. Këtu jeni ju pak më të rritur? Këtu jemi pak më të rritur. Disa nga nxënësit jemi të njëjtët. Këta janë po prap shokët e mi të ngushtë, ata tre poshtë. Tashi më thuaj ku qëndron ti këtu, se unë prap. Ku qëndroj prap nuk më njeh? Unë jam ajo me balluke e dyta. E dyta, okay. Këtu ka filluar një sens tjetër. Në qoftë se ti e dyta, se më thënë ka një komunikim me kamerën njerë,
Mendon? Okej. Po, patjetër. Vajza e parë ka parë një këndvështrim tjetër këtu poshtë. E dyta nuk ka parë, e treta nuk ka vështrim, e katra ka ulur syt, ti ke parë kamerën, ka bërë dhe zonja sot një përpjekje krejt normale, po është e pa organizuar zonja e 5. Ne të treja vazhdojmë të jemi shoqe. Kemë dhe një grup WhatsApp dhe shkruajmë për gjithë shka dhe janë mikeshat e mia mbasi më të rëndësishme sepse janë shoqet e familjes. Çfarë ndodh me jetët e tyre? Ato janë njëra në Angli, njëra në Itali, dhe unë me vetmja në Shqipëri. Njëra është me 3 djem, tjetra nuk ka fëmijë, djem dhe unë me 2 djem. E kuptoj. Djemt me balluke djali poshtë, jo të 3 me balluke, gati me bisht plumbi. Ti nuk do ta besosh dot, por ai me balluke është një nga nxënësit më të mirë të klasës, megjithëse duket si laç i vogël. Po tash është Ergys Çaçi, Erland Parangoni dhe Armand Bregu. Tani duhet të përmend edhe shoqet lart me emër mbi emër, ti themi? Jo domosdoshmërisht, po ti nëse dëshiron që t'ja u bësh një çik qefin, se në këtë program dhe bëhen. Me siguri që ato do lumturohen, kështu që Etleva Aida, Sonila Çelmeta, Marcela Aramaliu, Silva edhe Rudi. Shumë mirë. Më vjen shumë mirë që ja u tham emrat. Shkojmë në një foto tjetër. Këtë foton e pam, të kalojmë në një foto tjetër, regjia. Ke qenë e emocionuar? Momenti i përcjelljes. Okej, që është gjithmonë ditën e dasmës. Shiko, ti ke dhënë një përgjigje pse nuset shqiptare qanin ose qajin? Tash jo xha nëse ti ke nga duart. Deri në momentin që e provova, më ishte dukur një butallik i madh. Edhe si me elemente artificialiteti, jo? Po, një show për të treguar të tjerëve që unë jam me mallëngjyre, që bo. Në momentin që e kam provuar është nuk kam shumë krenare ta them, po unë kam qarë si një nuse, nuk e di kujt viteve që martoj në malësi. Nuk e di pse ka qenë një moment shumë me një ndjeshmëri zakonisht lartë dhe nuk e kuptoja as vetë çfarë po ndodhte. Domethënë një proces i padëshifrueshëm, por për shembull nuk dukam, kam zgjedhur këtë foto sepse më mirë që nuk dukam, mua më pëlqen momenti shumë. Momenti i ndarja nga IMM i këtij momenti dhe kjo është mama jote? Kjo është mamaja ime në momentin e fundit që më ka përcjell, duke më puthur në badh. A mund ta dinë nëse ka thënë ndonjë gjë me zë të ulët? A ka thënë ndonjë gjë me zë të ulët? Që të ka mbetur në kujtesë, ja, ti ishe shuar, atë moment ishe blank ti. Unë në atë moment u shqetësua gjithë pisi, edhe vinin më thoshin, kujtese u prishe fare. Në fakt, gjithë me kapi raposht, kur mërita te Kromiri, shpajta u lava. Edhe u bëre nga e parë. Po, edhe ndeta një nuse e zbukuruar me velo, por e pa... Ti herën e dytë e bëre grimin, makijazhin vet, apo ishte një njeri që e rifreskoi? Unë kam bërë një dasëm shumë tradicionale. Kam bërë nuse 3 ditë, me 3 modele të ndryshme, ku ditën e parë të premten vinte shoqëria dhe kemi kërcyer aty në borë të shtëpisë. Ditën e dytë kemi bërë dasmën time, dhe ditën e tretë që ishte e diela është bërë dasma e Romirit. Domethënë me krush. Po ata si e bën dasmën? Ata me krush. Brenda pritshmërisë së përgjithshme. Me një numër shumë të vogël dasmore se sa imi, dhe kemi pasur një dasëm prej 250 vetash. Okej, se ka qenë shumë tradicionale gjithçka. Ju gjendët në një Bezos situation. Ka qenë diçka shumë tradicionale, deri vonë e kam pëlqyer shumë që ka qenë kështu, sepse ne përfaqësojmë një traditë caktuar. Ne nuk mund të mendon që vajza jote do bëj një dasëm të njëjtë ose të ngjashme ose vajza ime do jetë e lirë ta bëj dasmën si të doj. Unë të përpiqem ta shtyj drejt një dasme tradicionale, por jo në 3 ditë. Mendoj që një të shkon në radhë parë se më përpara edhe s'bëheshin ca gjëra, po tani janë që një ditë është mjaftueshme. Ajo që më pëlqen shumë në dasmat e sotshme, të them drejtën, dhe që kam ëndër kismet zotit kur vi dita, është një dasëm në breg të detit, në ata që vërtet të duan, modeste për nga shpenzimet e
pjatës së parë, të dytë, të tretë, pas pak modeste për nga zëllimi i atmosferës dasmës. Jam i bindur, përderisa e ke manifestuar do ta bësh. Shkojmë në një foto tjetër. Me qenë fjala Vello ishte gati sigurisht kishte bërë straca, shumë e gjetur dhe e dal. Okej, çfarë ndodh këtu? Këtu jemi në vitin 2003. Jemi në një turne. Jemi të gjithë kolegë tashmë të një epoke tjetër. Aktor. Të pas shkollës. Pas shkollës. Genz Zeneli, Bin Bejleri, Luli Bitri, Genz Gjineci, Jul Deda, Romir Zalla dhe unë. Si pas ka qenë Genz Gjineci? Po. Unë e njoh nga televizioni një qik më vonë. Po edhe naturisht e djemë të vajzat janë të njohur, janë të gjithë të njohur. Është një moment e kisha harruar si foto, teksa po i shfletoja e pash dhe kuptova se sa e çuditshme është jeta, se sa afër kemi qenë në një moment, me disa prej tyre vazhdojmë të jemi afër, me disa jo. Po këtu ëndrat kanë qenë shumë të ndarë. Si është raporti yt me Luli Bitrin? Është i mirë, por është distant, sepse jeta nuk na ka bashkuar më në profesion. Para pak muajsh kisha një sken në një film me të, një film i xhiruar në Kosovë. Ndjem të njëjtën kimi që kemi lënë për para 20 vjetësh, dhe të cilën nuk e di pse unë ndjeva si e pa fat që s'kam pasur mundësi ta zhvilloj, por ajo që është e rëndësishme... Kush është mikesha jote më e ngushtë në botën e teatrit dhe të filmit? Kush njeriu më i afërt që ti ke patur? Ose ose... Mendoj që është Sabina Kodra. Okej. Shkojmë në një foto tjetër, sepse kam një përshtypje, më vjen pas pak minutash. Dgjoj, raporti me aktoret e rëndësishme të këtij vendi. Padyshim Yll ka një vend shumë të rëndësishëm në kinematografinë dhe teatrin shqiptar, realisht është e jashtëzakonshme, po edhe shumë të tjera të brezit të saj. Këto raporte janë, domethënë, e kanë ruajtur një lloj idolatrie interesante apo ju nuk i vlerësoni më në situatë ikonike? Po tash është marrëdhënia, hajde, domethënë ju keni rënë, ne nuk dim ku shkojmë, po mendoj që kam ardhur në një pikë të jetës ku i shoh dhe i vlerësoj shumë si kolege. Ka nisur si një adhurim. Ka qenë një moment kur unë kam qenë studente tek artet dhe madje kam bërë një monografinë e diplomës e kam bërë për Ndriçën Xhepën, kur në atë kohë po luaj Fernando Kraf më ka shkruar këtë letër dhe kam parë mbrëmje të pafundme të Fernando Krafit në teatr. Dhe ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm dhe kam adhuruar të isha në rolin e Ylkës në atë shfaqje. Kur ti sheh shumë shfaqje të njëjtës pjesë, në qoftë se dikush do të kishte thënë sa ndryshme është një shfaqje nga tjetra kur ato në pamjen e parë ngjajnë si të njëjta, si do ishe përgjigjur? Teatri është magjik. Adi, unë mendoj që teatri nuk është kurrë i njëjti. Teatri është një gjë që gjithmonë lëviz. Dhe aktorët e dinë apo jo? Absolutisht që po. Absolutisht që po. Edhe kur jam brenda shfaqjes edhe kur jam jashtë, jam e prirur që të lëviz. Jam e prirur që sigurisht mos të ndryshoj asgjë nga boshti, mos të ndryshoj asgjë nga marrëdhënia, mos të çudis apo surprizoj për keq partnerët e mi, por për ta ndjej si për herë të parë çdo fragment të shfaqjes, çdo moment, të zbuloj momente të reja tek vetja, tek personazhet, të zbuloj mënyrë të re se si shipet partneri në sken, ta dëgjoj si për herë të parë, dhe kjo është gjëja që unë adhuroj tek teatri. Domethënë ti jeton aty, jeton dhe vdes. Pyllet kapitulli. Feshtën e esëmën, dhe është një kapitull. Jeton dhe vdes. Dhe duhet jetë shumë interesante për një njeri, ama siç thot Meryl Streep, që unë në momentin që bëj rolet vjedh jetën e dikujt tjetrit për aq kohë sa zgjat roli, pastaj kthehem në jetën time. Në dhimbjen tënde, në jetën tënde, po duhet jetë se edhe kjo ndodh vetëm me aktorët e teatrit dhe të filmit. Mendoj që po. Është shumë i mirë kthimi tek vetja dhe tek jeta jote. Është i mirë. Të them të drejtën po. Sepse është kaq përmbushëse një shfaqje dhe një jetë e kondensuar, e sintetizuar në 2 orë shfaqje apo 1 orë 30 shfaqje.
sa kur kthehesh në atë të zakonshme tënde të duket një mjerim shumë i madh. Ti ke nevojë për atë intensitet të lartë, ke nevojë për të përjetuar ato emocione. Okej, do ta ruaj kur të vi momenti. Kalojmë një foto tjetër. Do pyetin që mendova tani që mund të bëj. Kalojmë një pyetje tjetër, lutem, regjia. Pra, flasim për Sabinën. Unë e njoh që nga koha spektakleve të fillimit viteve 90, kur ajo ishte balerin, po transformimi që ka pësuar, transformimi i jashtëzakonshëm, thon ata që e kanë afër, por edhe ne që shohim produksionet që ka bërë Sabina duke u bërë një producente e shkëlqyer nga këto që lëvizin grupet e punës, po dhe cilësinë e filmit, ka treguar që është krijuar një kategori e re njerëzish që ne kishim menduar që e bënin pak gra në Shqipëri ose as pak. Sepse në botën e organizimit të filmit e teatrit jo një herë. Të spektaklit kishte një çik më shumë, po këtë i ke lexuar ti? Apo është më e thellë, apo është edhe miqësi? Unë nuk kam njohur ndonjë grua më punëtore dhe më të zonjën se Sabina në punë. Një skrupulozitet jashtëzakonshëm, shumë orë puna. Këto i di vetëm ajo dhe ca njerëz pranë saj sigurisht. Kur thash mikesha më e madhe, në fakt unë jam shumë e kujdesshme në ndërtimin e raporteve. Aktualisht Sabina është producente e filmit tim të gjatë të parë, që në kismet zotit do të zgjerohet brenda këtij viti, në fund të këtij viti. Në rolin e regjizores ti. Në rolin e regjizores. Dhe përpiqem shumë të jem e kujdesshme sepse në këtë moment ajo është thjesht producente dhe unë nuk i ngatroj marrëdhëniet kollaj. Është e vërtetë që ju që prodhoni filma sot në Shqipëri nuk keni si një endgame, si një raport, nuk shihni publikun shqiptar, por shihni publikun botëror? Absolutisht që po. Dhe pse? Sepse ky është një problem shumë i madh dhe të gjithë ka filluar të diskutohet shumë që bëhen filma për festivale, pse s'bëhen filma për publikun ton. Në fakt, më beso asnjëri nuk do që të bëj vetëm filma për festivale. Problemi është që patjetër festivalet duhet të janë të përfshira. Në qoftë se publiku jon nuk i shijon dot të tillë filma që janë për festivale, ky është një problem i edukimit të publikut që do të kërkoj kohën e vet për të mbërritur deri atje. Por askush nuk është interesuar të bëjë një film për festival. Të paktën në dijenin time asnjë krijues nuk do të bëjë një film për ta parë ca francez, ca anglez, ca gjerman, dhe mos ta shohin njerëzit e vet dhe mos ndaj historinë e tij me bashkomasit e tij. Shko, Suela, mua shpeshherë më kanë thënë kolegët e mi që ndjekin nga afër, unë vetë jam gazetar kulture, po ata që ndjekin artin kinemas të teatrit, unë kam krijuar një ndjesi time personale që publiku është tani më i ngushtuar, është i shullor, pjesa tjetër e masës është ose e pandjeshme ose e pakulturuar në raport me teatrin, me filmin, ose e zënë me punë e me hallet e jetës përditshme, apo çfarë bëjnë ata. Por kush e diskuton këtë në rrethet tona gjithmonë, thonë që jo, nuk është e vërtet, ka një publik, nuk është shumë i madh, por nuk është dhe i vogël, që shkojnë në sallat e kinemave, edhe me filmat shqiptar. Filmave që ju referohen ata, është pak të them skandal që shkohet. Do të thënë, nëse thonë për ata filma që i referohen ata, ai publik më së miri mos ekzistoi. Por në këtë rast ka një mesatare që mund ta diskutojmë, si më thënë kanë të drejtë ata që thonë që situata është dramatike, apo kanë të drejtë ata që thonë që situata është me shpresë. Nuk jam e prirur që ta dramatizoj situatën. Ne duhet të jemi shumë respektues për publikun. Për cili do që vjen. Ton, absolutisht. Më kam ndodhur të jem në shfaqje filmash edhe vetme në kinema. Edhe gjithsesi unë kam përjetuar atë emocion, nuk po përmend tani për etik. Nuk po përmend se cili film kam qarë si fëmijë sepse e kam shijuar filmin ashtu dhe kemi qenë 4-5, unë mund të kem qenë në 4-a e 5-a në sallë. Dhe kjo nuk më ka shqetësuar as pak. Është e dhimbshme. Po ne pam Prada 2-shin dhe kishte se i numërova diku 12 njerëz sa. A vërtet? Në ditën e parë. Okej, unë s'kam vajtur akoma. Që nuk është se nuk ndodh edhe me superproduksionet e mëdha. Se më thënë, kjo është një situatë tjetër. Po, tani, nëse ka diçka për të ndaluar këtu është tek vrapi i një lloj publiku të caktuar drejt filmave komercial. Pa, kuptova. Shkojmë një foto tjetër dhe paralelisht dua të ma tregosh këtë në momentin që ti e ke studiuar
Këtë djalin apo jo? Çim Xhepën që është një trashëgimi kombëtare. Absolutisht, një national treasure është Çim Xhepa. Me të gjithë elementet që e karakterizojnë si njeri, si aktori teatri, si aktori filmit. Ka një gjë interesante, fare të veçantë që ti ke zbuluar dhe që njerëzit e kanë të pamundur ta kuptojnë? Një lloj... Nuk e di nëse është një zbulim i pa ditur tashmë, atëherë për mua ishte i jashtëzakonshëm, sepse unë aty jam 22 vjeç, jam vit 4 të shkollës lartë. Do them një pas shfaqjeve të Fernando Kraftit, kur dilnim për të vajtur në shtëpi sigurisht, atëherë nuk ishte kafe akoma, për të pirë një kafe mas shfaqjes, dhe unë isha duke ikur në shtëpi dhe më parakaloj në këmbë Çimi, Çim Xhepa, po lejojmë vetes të themi Çimi, me një pardesi të bardhë, ka pas veshur në atë kohë. Dhe një Çimi që sapo kishte bërë Krafti. Që sapo kishte mbyllur një Fernando Krafti jashtëzakonshëm. Dhe ajo emocioni që kisha ndjerë në sallë më shoqëroi në rrugë. Dhe nuk dija atë lumturohesha që ishte një njeri kaq i zakonshëm që kishte bërë një personazh të jashtëzakonshëm, apo duhet më binte keq sepse ai po ikte në këmbë, në shtëpinë e tij, në vetminë e tij, në atë mjerimin për cilin të fola pak më përpara ku kthehet aktori pasi shkarkon të gjitha baterit. Vazhdon ta kesh miqësi me Xhepën, Xhepa është djali i shkushëm. Absolutisht. E konsideroj mik, kalojmë kohë që rrim shumë, kalojmë vite që nuk takohemi, kur takohemi gjithmonë sikur s'ka ndaluar koha asnjëherë. Dhe kemi një marrëdhënie shumë miqësore, them drejtën. Unë nuk e mbaj mend arsyen pse unë kam ndaluar pikërisht Çim Xhepa për të bërë temën time teorike të aktrimit. Por mbase ka qenë Fernando Krafi. Domethënë impresioni që unë kam pas nga Fernando Krafi. Krafi dhe të tjerat e tij xhanëm. Absolutisht. Ajo ka qenë ngjarja e vitit. Shkojmë në një foto tjetër. Këto jam ditën e fundit të xhirimeve të një filmi të shkurtër, Cadillac dhe Manafera, me skenar të Bujar Alimanit dhe me produksion të Nanti Production, që është shtëpia prodhimit të Bujarit dhe të Teftës, me Teftën producente. Unë kam dëgjuar gjithmonë fjalë shumë të mira për Alimanin dhe më pëlqen shumë si regjisor. Gjithashtu. Dhe por të krijohet një përshtypje sikur e ka të pamundur ky vend të krijojë një terren që më të mirët e fushave të tij të punojnë këtu. Duket sikur e pengon, nuk është puna që nuk e rregullon, por duket sikur e pengon. Mund të jetë rasti apo unë nuk e kuptoj shumë mirë. Unë them që Bujari ja ka dalë, megjithse i është dashur të jetojë jashtë, mos të jetojë në këtë vend. Ka jetuar në Greqi, tani jeton në Shtetet e Bashkuara, aktualisht po përgatitet të xhirojë filmin tjetër të gjatë, të radhës, të karrierës sigurisht. Nuk di të them drejtën nëse do kishte bërë më shumë apo më pak, po të kishte jetuar në Shqipëri. Mbase në një farë mënyre e ka mbrojtur të mos jetuarit në Shqipëri. Ai nuk është, le të themi, helmuar me helmin që ne përjetojmë çdo ditë. Sigurisht që ai ka përjetuar një tjetër helm që është helmi i emigracionit, që nuk është as pak i lehtë. Por mendoj që është një fat i madh që kinemaja shqiptare bashkohore ka sot një regjisor si Alimani. Shkojmë një foto tjetër. Sot e kemi kujtuar me Sonila Meçon, kemi qelluar njerë rastësisht në një vend ku ishin edhe Genti edhe Sajmiri. Sajmiri i jepte veturës bile. Dhe Sonila Meço ka një të qeshur shumë të veçantë, njerëzit nuk ja njohin, po është sikur, nuk e di, sikur bën një krakërim marmita e prishur nga një veture. Po është vetja vetë, edhe është ngjitse. Dhe këta kanë bërë kaq gjëra spektakolare në atë periudhë që vetura ese sa ne kemi lënë përfundimisht nam, edhe pse na ka ndaluar
zhandarmeria franceze, dhe nuk di si të shkonte fati i kësaj veture. Unë i kam miq të dy, Gentin e kam shumë mirë dhe dua fort, po duhet jetë një kënaqësi e madhe që të punosh me të thjesht në rrethe ku është ai, se ka një vibrim pozitiv, interesant. Është shumë kënaqësi, them drejtën. Kjo është një foto nga Përgjigje Fisnik e regjisorit Riada Dervishi, dramaturg Molière, patjetër. Ky është roli i Dorimenës. Ka qenë një zbulim i një dimensioni tjetër brenda meje me këtë rol. E kam shijuar pse ai ishte pak si lozonjar, gjysmë të shpëndur. Ajo ishte një femër që shkonte shumë pas paras, që ishte gati të ndante nga bashkëshortja Borgjezin Fisnik të luajtur nga Kentian Zeneli, që i hante parat, edhe kishte shumë, le të themi, dashnor. Është një lloj karakteri që unë nuk e kam në historikun tim si aktore, dhe patjetër që si çdo aktore dhe unë dua të bëj atë që nuk jam, atë që më grish diçka që nuk e gëzoj brenda vetes. Dhe në këtë aspekt ka qenë një proces shumë i bukur për të bërë një figurë që me modesti them që ka qenë një figurë interesante, nuk ka qenë një figurë pak interesante. Dhe ky është një moment shumë i bukur me Gentin. Genti që ky moment më shkatron sa herë shoh, domethënë është Genti i surprizuar Genti, Borgjezi Fisnik i surprizuar prej Dorimenës, që për herë të parë po bën një fest për një grua të tillë, edhe po shef një grua të tillë në shtëpinë e tij. Ju duhet keni një lloj revolte që nëpër programet shqiptare flitet pak ose as pak, ose ndoshta keq dhe ndryshe në raport me karrierat e mbushura në një sens që ju keni patur o keni për momentin. Ne vazhdojmë të kemi modeste karrierat tona, nuk mund të krahasohen me karrierat e personazheve që folën para pak, por mbase ke të drejtë, unë mendoj që nuk kemi pasur mundësi për të përmbushur plotësisht. Nuk flas këtu për Gentin, Genti ka bërë role pafund. Vazhdon të punoj, është një njeri që nuk e di, marrëdhëniet e tij me punën, me teatrin, me gjithçka. Është e jashtëzakonshme dhe shumë frymëzuese. Shkojmë një foto tjetër. Këtë foto shiko, Koçi është... Ai është Fatmir Koçi. Koçi ka qenë gjithmonë djalë interesant në një sens, edhe kur Fatmir Koçi ka bërë filma, ne që i jemi afruar plus minus me mosh, kemi patur një pritshmëri shumë të lartë tek ai bile personalisht. Dhe unë mendoj që ja ka dalë në mënyrën e tij padyshim, po duket sikur ky qytet është munduar në një sens të krijojë me një lloj lodhje e ngulm elitat relativisht ultra profesionale, si me thënë, më të vogla. Po pastaj se që gjen i kafshon, i ha, gati i sulmon, me dhe pa dashje. Procesi, kjo foto është nga premiera e Lady Di. Është filmi i fundit i Fat Koçit, i cili pati një jetë shumë modeste, mjerisht shumë modeste. Unë kam aty mbase një nga rolet më të mirat mijat, jam shumë e lumtur dhe krenare që e provova, edhe Romiri gjithashtu ka një nga rolet më të mirat të tij, dhe këtë nuk e them fare, jam shumë realiste në këtë që po them. Era Çaushi është aktoreja kryesore në film, dhe vajza, do më falësh tani nuk po më vjen emri, Donald Sheu gjithashtu është, edhe vajza e re është aktore kryesore gjithashtu, do më kujtohet emri më vonë, kërkoj ndjes. Adi, procesi krijues i këtij filmi, i cili është bërë me 0 buxhet, dhe ne nuk kemi paguar, është turp ta them këtë? Jo, është një ndëshkim i madh. Është një ndëshkim i madh. Nuk mund të jesh një vend që jep 0 lekë. Në filmat e anglosakson të jurisprudencës, kur vendoset aty për aty që një mik i ngushtë, o mikeshe ngushtë e jotja juriste, të marri pro bono, pra me 0 lekë, rastin tënd, megjithatë, miku i thot, jepi $1. Një të vetëm, bam, e paguan me $1. Mund të ishin zgjedhur në mënyra më dinjitoze, prandaj them që ka një... Prandaj kam këtë ndjesi që s'di si ta shpreh, sepse kënaqësia profesionale ka qenë jashtëzakonshme, me gjithë vështirësitë e mëdha
për ta realizuar, sepse dihet që filmi është një industri e rëndë dhe kërkon shumë para. Është bërë me një grup djemsh dhe vajzash të rinj që kanë punu pafund në temperatura 40-42 gradë Celsius, në ca ambiente të vogla dhe nuk po flasim më për këto vështirësi. Është bërë siç thash pas një pagesë. Jam vetë ofruar për të bërë audicion për rolin që kam realizuar, që ka qenë një doktoresh Eda, dhe ka qenë pritja e fatit mas audicionit tim ka qenë e jashtëzakonshme. Dhe në fakt ishte një proces shumë bukur. Shkëm një foto tjetër. Ta kam vendosur këtë foto, ose më saktë ta kam zgjedhur si një moment të krijohet një përshtypje sikur jashtë shtetit të respektojnë më shumë se sa brenda vendit. Më fal, ky konstatim, me një po me një jo, është i vërtetë apo jo? Ne kemi Unë dua që të vjesh pozit vështirë, mund të thuash non comment. Jo, unë dua të them që ky është eventi më i rëndësishëm ndërkombëtar që unë dhe Romiri kemi. Që keni shkuar ju. Ka fjalë shumë të mira për organizimet në Sarajevo. Dhe vetë qyteti thanë ka mira përsyrje interesante që nuk njihen fare. Ishte një festë jashtëzakonshme. Unë kisha dëgjuar, me thënë drejtën, nuk e dija ç'më priste, edhe për të zgjedhur kostumin ishte shumë e vështirë se nuk e kuptoja ngarkesën që duhet të vishnim, mungesa eksperiencës. Po të shohësh aty ka shumë të veshur, ka edhe të veshur dhe u përpoqëm dhe ne të kishim prezantim sa më dinjitoz edhe për sa i përket veshjes. Është një prodhim sloven, regjisorja është Kukla, 35 vjeç është ajo me fustan Lejlan e qëndër, dhe producentja është Lia, ajo me veshje të kuqe në mes. Një film i jashtëzakonshëm, filmi i parë i gjatë i regjizores, ka qenë krejt e rastësishme pjesëmarrja jon atje. Ata ishin në kërkim të 2 aktorëve. Më kontaktuan për të propozuar aktor. Unë propozova dhe një audicion të timin edhe të Romirit, dhe ata vendosën për mua dhe për Romirin. Jemi praktikisht prindrit e personazhit kryesor në film. Filmi zhvillohet mbi 4 vajza me problematikat e adoleshenteve të sotshme, ka pak tension. Jo tension, ka të gjitha llojet e ngjyrave të ditëve të sotshme në film, trajton pak marrëdhëniet gjinore, ndërgjinore. 4 vajzat janë amatore dhe për pritja, për ta thënë këtë se është e rëndësishme aty. Pritja e regjizores dhe producentes, karshi performancës tonë, ka qenë jashtëzakonshme. Dhe ka qenë një ndër ato kënaqësi të vogla që t'i jep ky profesion dhe njohje të profesionit që pak ta japin kënaqësi në Shqipëri. Shkojmë një foto tjetër. Njëherë profesor, gjithherë profesor, mund të thuhet kjo për Timon? Timo është personi i parë që më ka dëgjuar kur unë kam qenë në vitet 3 gjimnaz. Dhe unë isha aq budallacke e guximshme sa i shkoi profesor Timos të më dëgjonte me poezinë Anës Lumenjve. Okej. Kaq budallacke e guximshme. Kur unë kam shkuar, po ndaloj tek vetja tani. Ky është një moment në Kokofest, jemi në festival teatri, direkt mbas shfaqjes së Borgjezit Pisnik, jam pikërisht mbas rolit të Dorimenës që pam atë pak më përpara. Kur unë kam shkuar tek shtëpia e profesor Timos, shtëpi Dykaçe, Kosen Verit, me ato shkallët që ti patjetër që duhet të kesh qenë tek ajo shtëpi, ke apartamentin tek treni. Dhe unë futa si një vajzë e turpshme, vazhdo të jem një vajzë e turpshme, dhe ula aty në hall poshtë, dhe po prisja të vinte dhe filluan 2 këmbë të zbrisnin nga lart. Dhe të them të drejtën, më është dukur jo një njeri normal, më është dukur një njeri jashtëzakonshëm, i madh, i bukur. Domethënë ai aktori i ëndrave, si thuash, ka qenë një impresion edhe që kishte të bënte çik me ato. Din ta bëjnë dhe zbritjen. Ka qenë një ditë shumë e bukur për mua, sepse pasi interpretova me guximin tim më rrëmendës Anës Lumenjve, i tha, po, duhet të konkurosh.
dhe ishte shumë serioz. Se në fakt aty vendosej fati të shkoja unë për këtë shkollë apo vazhdoja nga juridiku. Nëse nuk do kishe shkuar këtu, ku do kishe shkuar? Jam regjistruar edhe në juridik dhe jam pranuar edhe në juridik. Okej. Do kishe pasur para, thot. Do kishe dish do kisha bërë. Shkem një foto tjetër. Këtu e kam vënë sepse këtu duket që është një grup filmi. Po. Dhe unë jam këtu pasi kam mbaruar filmin My Name is Sonila, xhirimet e filmit, kam qenë edhe në rolin kryesor. Dhe kam qenë regjizore. A ti ke qenë regjizore? Unë jam regjizore e këtij filmi. Po, se ti nuk ja ke lënë çakut dikujt tjetër, e ke marrë vetë. Po, ajo është shenja. Ajo është shenja. Ajo është shenja me producentët, me Sabinën dhe me Bertin. Andon Koja është ai burri i thinjur, i cili shumë pak muaj pas këtyre xhirimeve ndroi jetë. Me thënë të drejtën në ca kushte jo një profesionist i jashtëzakonshëm. Në krah është vajza ime, që kishte një rol atje, Keltrin. Shpëtim Baça është drejtori fotografisë. Romiri ka pasur gjithashtu rol, Benat Laza asistent. Është kinematografia kosovare më e mirë se kinematografia e Shqipërisë? Është. Okej, vazhdojmë një foto tjetër. Jeti starstruck, si me thënë, je e goditur, kishe edhe një foto me Baldwin, nuk e di ku mund të ketë ndodhur ajo. Ajo ka qenë komplet e rastësishme nga New York. Patjetër që ke qenë e një rastësi e çuditshme, ne po e lënim thjesht në rrugë dhe unë pas një në avion Harvey Keitel. Ronald Pickup. Unë nuk ndaloj kur njerëzit e mëdhenj të bëj foto, edhe me Yllkën, duhet ta them këtë. Kam shumë pak foto, megjithëse kemi qenë shumë shpesh bashkë. Kam figura që i dua shumë, me të cilat nuk kam foto sepse unë urrej të marr nga madhështia e të tjerëve. Ky ka qenë një rast shumë interesant sepse jemi në një festival filmi dhe atmosfera ka qenë kaq frymëzuese, ne na duket sikur çfarë po bënim. Festivali i fundit i filmit në Tiranë. Rema Girone atje. Pas 13 vjetësh po bëhet një festival tjetër, domethënë 13 vjet përpara është. Ka qenë Rema Girone që ka dhënë çmimin kryesor të festivalit dhe nuk i rezistuam dot të bërit një foto dhe tani që e shoh them në fakt si duket kur kalojnë vitet njeriu thotë po pse se ke shfrytzuar këtë thjesht për një kujtim. Por unë mendoj që kujtimi duhet të jetë më shumë se sa një foto. Po dhe kam një përshtypje që ashtu është. Domethënë është më kompleks. Kam një foto me Remo Girone, po kam thënë vetëm përshëndetje si je mirë. Unë kam një shqetësim për këtë lloj fotosh sepse pozicionimi i njeriu të famshëm aty është pak si papërmbajtje. Me të drejtë, sepse ai bën shumë foto, nuk do t'japi jetën e vet ty atje, po është pjesë e pagesës që bëhet një kuptim që ti jesh me atë njeriu në foto, ndryshe nuk je. Po, tani është bërë shumë e rëndomt, domethënë tani paguajnë njerëzit për të bërë një foto. Unë nuk kam ndërmend të paguaj ndonjëherë aty për këtë punë. Por shkojmë një foto tjetër me qëllim që, okej, dhe këtu ndalojmë pak si më thënë, që kjo është një histori dashurie, kjo nuk diskutohet, ne kemi bërë dhe intervistë bashkë, të përbashkët, aty ka shumë elemente shumë të rëndësishme, por unë kam parë disa njerëz të dashuruar të njëjtit profesion, të cilët dashur pa dashur e transformojnë në kalimin e viteve martesën shumë të mirë, të bazuar mbi dashurinë, për shkak se punojnë në të njëjtin profesion, fillojnë e bëjnë pak si me shkëmbinj, pak të ashpër, pak të prerë, pak problematike. Kjo nuk ka ndodhur me Romirin, ja? Nuk mund të them që ka qenë një martesë fjollë, siç gjitha martesat ka pasur. Po tash, ju do kishit qenë fare të veçantë, edhe laboratorik. Absolutisht, por ka një gjë që besoj unë e mban marrëdhënien tonë gjallë. Është një lloj miqësie që te i kalon kufijt burr grua. Në qoftë se unë s'do ta kisha kaq shok dhe kaq mik, mund të tingëlloj si klishe. Por arsyeja që unë jam me Romirin sot 30 vjet është sepse unë nuk doja ta humbisja dikur si mik. Sepse ai ka qenë një shok dhe një mik i jashtëzakonshëm, ku unë me pak njohje kam ndarë gjithçka. Do t'i kishe propozuar e para? Romirit? Po. Jo. Jo, nuk ishte ky rast. Miqësi dhe dashuri, po gjithmonë duke pritur në një sens. Okej. Shkojmë një foto tjetër. Dhe këtu pastaj do më lejohet përveç faktit që kjo ngjan sidomos foto nga mbrapa, nuk e di, po ti do më tregosh ku jeni një herë,
Dhe pastaj unë do të bëj dhe atë pyetje që dua të të bëj. Nuk është shumë etike sepse jemi me pantallona të shkurtra, por unë kam shumë të rëndësishme këtë foto. Të gjitha pantallonat shkurtra rrim. Këtu jemi në Paramithi. Paramithia është vendlindja e Timeti. Unë jam Çame. Okej. Imat ka lindur në Paramithi. Ka lindur në Paramithi. Ka lindur në Paramithi dhe ka ardhur në Shqipëri 12 vjeç, në 45. Dgjoj, dhe ti shkove e pe shtëpinë e tij? Dhe unë e kam parë prap ta gjëra i kam bërë shumë vonë në jetë, mirisht, por e kam parë pasi bëra 45 vjeç. Po ama ke shkuar tek aty ku dikur ishte shtëpia, apo nuk, apo ata s'të lanë? Adi ne nuk kemi një shtëpi, nuk kemi një adres, por mua më dukej sikur çdo gur i atij vendi më thërriste që këtu ka kaluar ytat. Këtu është shtëpia jote. Shiko, 12 vjet nuk janë pak. Jo, 12 vjet janë shumë. Dhe duhet ta ketë shoqëruar një trishtim ato gjithë jetën? Absolutisht që po. Për fatin tim të keq, unë jam fëmia i katërt i një familje të madhe me 4 fëmijë, i lindur 10 vjet mas të voglit, le të them, dhe kam 15 vjet diferencë me vllajën e madh, i cili besoj që do të ditë më shumë se kushdo në familjen tonë. Me këtë dua të them, Imat ka 28 vjet që nuk është më në jetë. Do të thotë është usmur, ka vuajtur nga një sëmundje e pashurueshme për një 6 vjet, dhe unë nuk kam pasur mundësi të marr prej tij të pastër në një moshë të rritur të gjitha të informacionin edhe ndjeshmërinë e tij. Ndjeshmërinë, atë mungesën e tij të madhe, atë lotën e ka marrë dikush nga këta 4 fëmijë? Absolutisht e kanë marrë tjerët, po besoj që vllai i madh e ka marrë më së shumti sepse ai është edhe shumë. Që ai fliste, nuk është që nuk tregonte, nuk fliste. Jo, ka pas folur, por dhe vllai se ka të bëjë çike edhe me natyrën. Vllai i madh është edhe shumë i vëmendshëm, edhe i jepet të shkruaj edhe skedon edhe trungun e familjes, besoj që mund të jetë nga përfaqësuesit e fisit që e di më së miri, mezi po pres që ai të dalë në pension, sepse kështu ka thënë. Do kishte dashur të thoje eksaktësisht aty që unë jam vajza e këtij njeriu që ka do kishte dashur ta thoya, unë më bindur se ke bërë. Unë shifja njerëzit në dritë të syrit, këdo, dhe më duket sikur edhe ata e shifnin që unë kisha diçka me këtë. E mësuan ata që ishin shqiptarë ti? E jashtëzakonshme. E mësuan ata që ti ishe shqiptare dhe bile edhe nga ai vend? Jo domosdoshmërisht. Nuk e di. Unë di të them këtë që këtu është fiks qendra e qytetës, është një qytet e vogël, se nuk ishte fshat në fakt, ka qenë qytet, madje ka qenë kryeqendër në kohën e dikurshme. Para 44-s. Para 44-s, 5-s, dhe aty është një ëmbëltore dhe këtu është kafja, dhe shoqërohej kafja me një gotë raki, jo, uza të gënjeva, një gotë uza dhe një mezet vockël, dhe aty kam ngrënë baklavan më të mirë në jetë. Dhe është një vend i cili është e çuditshme ta them, po mua më duket se kur i përkas pikërisht atij vendi. Nuk e kam ndjer atë përkatësinë asnjë vend tjetër. Duhet të pyet pyetjen që mendova. Kur kam intervistuar Irmën, vajzën e Vaçezelës, edhe pse informacione kisha më përpara, po unë kam pyetur atë direkt që një grua këngëtarja më e madhe që ka, artistja më e madhe që ka ky vend, domethënë, është tani me një aprovim të madh popullor të gjithë brezave. Ishte një gatuese e shkëlqyer. Lante në lavatriç, ai kuroste perfekt jakat e bashkëshortit i cili e dashuronte jashtëzakonisht fort. Dhe e ka rritur vajzën e vet duke qenë diva, e vërtet, e madhe. E ke bërë fort maman për këtë vajzën dhe djalin e ri? Po. Do të thënë ata autoritetit tënd ja kanë pak shqetësim. E kam bërë sepse ashtu jam rritur vet. Në një moment e kuptova që po e bëja shumë fort, por ai moment ishte kur unë kuptova edhe që kisha arritur fëmijë të mbarë dhe të mirë. Dhe në atë moment thash, okay, stop. Unë prap nuk ja dal dot të jem aq stop. Por gjithsesi unë kam jam shumë krenare për fëmijët e mia ditë. Dhe duhet ta themi ndonjëherë. Duhet ta shpreh këtë krenari. Ata janë akoma në zhvillim, në rritjen e tyre, akoma s'kan bërritur askund, por nuk ka nevojë që luftrat, betejat, shpullat dhe zhgënjimet apo sukseset që ata do kenë t'ia shtojmë dhe ne për të qenë politically correct, si më thënë. Kështu që nuk kam asgjë për të fshehur në këtë aspekt. Ata dallohen që kanë brumë të mirë, dallohen edhe nga pam, edhe unë që nuk i njoh. Janë fëmijë të mbarë, qytetarë të mirë, të këtij vendi. Të ndjeshëm, dhe shumë të ndjeshëm.
dhe shumë të përgjegjshëm. Foton e fundit ta kam zgjedhur është një foto tipike regjizoriale, për foto e një regjizori. Gjithmonë më ka mrekulluar fuqia e madhe, vizioni që duhet ketë ndjeshmëria e veçantë, gjithëpërfshirëse, përqafuese, që një regjizor duhet ketë për të ndjerë edhe shpirtin e aktorit. Në rastin konkret apo të njeriu që punon në botën e spektaklit, siç praktikisht kam bërë unë. Pra regjizorja për pjesën tjetër është shumë e rëndësishme. Në një kuptim, janë të ndërgjegjshëm regjizorët, një dhe e dyta. Kjo është pyetja ime mirë. Pyetja ime shqetësuese, është e pashmangshme që regjizorët të vuajnë nga narcisizmi? Pse regjizorët mendojnë që ne të tjerët, pra aktorët ose të tjerët, jo të gjithë, po një pjesë për tyre, i kanë një borxh në mënyrë të vazhdueshme? Nuk e përgjigjem dot kësaj pyetje. Ka histori të jashtëzakonshme që thuhet për që vuajnë nga narcisizmi, që unë Adi besoj që formimin tim e kam si aktore. Dhe ti do ishet një tjetër regjizore nëse nuk do kishe qenë aktore? Absolutisht që pa. Besoj që dashuria ime për qenien e aktorit, me gjithë kompleksitetin e vet, është e jashtëzakonshme. Këtë nuk e din aktorët me të cilët unë punoj, sepse sigurisht që kur je në set xhirimi nuk ka kohë për të përkëdhelur. Kam një përshtypje që aktorët nuk kanë nevojë për fjalë, aktorët kanë nevojë për aksion, për veprim. Dhe domethënë ka Mike Nichols, që është jashtëzakonisht i vështirë kërkues dhe i thonin pothuaj i vështirë, po ka edhe si ato gratë aktoret, regjisorët britanike që kanë bërë filma të shkëlqyer dhe që janë edhe një çik të ndjeshme, edhe një çik bonacone, gati shoqe. Unë jam pak këtu, më pëlqen që ti kem miq, në fakt nuk më pëlqen të kem miq edhe të dua fort vetëm aktorët, në përgjithësi dua shumë njerëzit, edhe në televizion kur kam punuar, i kam dashur shumë, sot e kësaj dite i kam miq shumë të mirë. Por marrëdhënia me aktorin, megjithëse unë jam një aktore shumë e përullur vetë. Shiko, Meryl Streep tha një fjalë në raport me punën me regjizorët. Ajo tha ka dy lloj regjizor. Një regjizor që kur ti mbaron, të thotë më njëherë shko se tu ta bësh atë gjë, ajo nuk i kishte qejf ta regjizor, ose një regjizor të tjerë, nuk e di kujt ju referua, që mbasi mbaruan bën një të qeshur, shumë interesante. Ta bëjmë një tjetër. Ta bëjmë një tjetër. Besoj që unë jam kjo e dyta. Pikërisht sepse e njoh brishësinë e aktorit, por jam edhe sert. Mund të ketë dëshmi të aktorëve me të cilët kam punuar që jam edhe sert. Jam e sert sepse ky aktori duke qenë kaq komplekse, në momentin e parë që të ndjen që të ka në xhep, të manipulon ose nuk ti e pa që ti do? Fillon manipulon dhe fillon e xhongleron me të veten, por në fakt nuk duhet xhongleruar akoma, s'ka mbërritur akoma i moment. Dhe për këtë arsye, po unë i dua shumë aktorët. Edhe dua shumë aktrimin. Shikoni, kur të bëni atë filmin për atë prezantatorin, duhet të marr pjesë në audicion. Edhe unë mezisht po pres ta bëj atë filmin. Ishte kënaqësi dhe ne që jemi të botës së kulturës, ne i themi të intervistuarit ton, pra juve, takohemi takimin e ardhshëm, se për këtë të politikës ti vetë brenda ti thua ta thyesh qafën dhe ti pavarësisht se nuk dukesh. Po, domethënë takohemi nëse takohemi. Kështu që ne shumë mirë dhe dua të të falenderoj vërtet shumë. Për gjithë mirësinë dhe për gjithë charmin që ti ke dhe vazhdon ta ruash si Adel. Është një lumturi shumë e madhe që të japin ata që vinë në intervistë. Është një fitore shumë e madhe. Edhe më vjen shumë mirë që vazhdojmë të flasim. Pesha që e jepni ju, ne bëjmë vetëm pyetjet. Po pesha e të folurës së vërtet, me përbajtje për një vend më të mirë dhe për një të ardhmë më të mirë, do të ndjehet atë